Poezia është një nga format më të bukura të shprehjes së shpirtit njerëzor. Ajo ka fuqinë të ruaj kujtesën, traditën dhe identitetin e një populli duke lidhur breza të tërë krijuesish dhe dashamirës të fjalës së shkruar. Pikërisht për këtë mision, prej shumë vitesh organizohet edhe manifestimi tradicional, kulturoro-letrar takimet poetike të Karadakut, një ngjarje që mbledh poet, krijues, studiues të letërsisë për të ndarë frymëzimet e tyre, idetë dhe më e rëndësishmja dashurinë për artin e fjalës. E për të na folur rreth historikut, rëndësisë dhe edicionit të sivjetshëm apo ditëlindjes së 34 të këtij manifestimi, kemi edhe të ftuarin profesor Dr. Sunaj Rahimin, i cili është edhe kryetar i këtij manifestimi dhe mund të themi se e gjithë bara momentalisht është tek ju. Mirë se edhe të fillimisht në emision. Mirë se gjeta e nderuara Xhanan. Ka një kohë që s'jemi s'jemi takuar në për këto emisione cilët ju hiqni edhe i menaxhoni në mënyrë të shkëlqyer. Faleminderit. Se ne jemi tash me dekada, prandaj pe marr drejtën edhe një kualifikim për këtë. Faleminderit për ftesën fillimisht që ta promovojmë këtë edicion më të riun, nuk po tham të fundit, se do njerë thojnë ky edicion i fundit, inshallah s'është i fundit. Asnjëherë. Nëse ka arritur deri në 34, jam e bindur se 50 vjetorin do e shënojmë kështu në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Lusim Zotin që ashtu të jetë. Edhe do të flasim pak për këtë edicion të 34 të këtyre takimeve poetike të Karadakut, të cilët klubi jon i shkrimtarëve, Jehona e Karadakut nga Kumanova, si klubi më i vjetër i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriore, i mban me vite. Po. Është 34 vjetori, po pak dua për ata që ndjekin për herë të parë, dhe pse jam sigurisht numri shumë i pak, po si ka lindur ideja? Sepse është padyshim jeni më të vjetrit, është grupi më i vjetur shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe kjo është një privilegj. Absolutisht. Për ta mbajtur sigurisht. Edhe privilegj edhe krenaria është për ne. Po, edhe ajo tregon edhe për këmbëlsinë tuaj që nuk keni dorëzuar, se jo gjithmonë i keni pasur, sidomos në atë kohën e tranzicionit gjërat kanë qenë shumë më të vështira, vitet 90-ta, por ju prapë nuk keni dorëzuar dashurisë për poezinë, për veprën. Si kanë qenë pak fillimet? Do të thonë, fillimet kanë qenë siç e elaboruat edhe ju kogja të vështira. Jemi të folë para 34 viteve, kur Maqedonia veç ishte në turbulencën e prishjes së Federatës Jugosllavisë, kur nevojitej dikush jo vetëm që është i fushës së letërsisë, poezisë, që e kultivon, që e don dhe që e krijon këtë lloj të artit. Po flasim për poezinë, por që ka guxim, sepse siç e përmendët ishin koha shumë të rrezikshme, me trazira, me sfida të ndryshme, që jo secili ka mund t'i dalë mballë edhe ta ecë këtë punë. Ne kemi pas fatin që një shok i yni, një koleg i yni, një shkrimtar, i cili tani më është i ndjerë, është fjala për Fadil Bekteshin, i cili e ka nisë këtë iniciativë, e ka kriju këtë klub të shkrimtarëve, e ka regjistruar dhe një kohë e ka udhëheq atë, e ka qitë në binar, dhe pastaj që 34 vite ecë ajo lokomotiv me sukses, vazhdon rruga jonë, ai kalon një trashëgimi shumë të mirë në klubin tonë, ne jemi mirënjohës, prandaj edhe një prej çmimeve që i japim në këto takime poetike të Karadakut edhe jipet si çmimi Fadil Bekteshi për të nderuar shokun tonë. Unë për ndryshe me të ndjerin, me Fadilin, kemi qenë edhe shok, në atë karierën time muzikore, shpesh vinte kur mbasha mramje, koncerte sen, se ka qenë... E keni për kranjëri tjetër. Po, absolutisht, po, a di se është muzika, unë shpesh e tha muzika dhe poezia janë vëlla e motër ato. Tekstet janë pikërisht një poezi e bukur. Po, sigurisht nuk mundet asë një muzikë për që po flasim për këngë. Asë një këngë s'mund t'jetë që e bukur në qoftë se s'është teksti i bukur. Dhe asë një poezi, si me thonë, nuk mund të tinglloj mirë në qoftë se nuk kam prapavi, për shembull pak në një melodi të bukur, në një violina, kitara, apo në një piano. Kjo është e papërshkruar. Unë për këtave kam bërë studime doktorale për këtë filozofinë e muzikës, kështu sa për informacion, prandaj kështu që të gjëra i dini më së miri se askush tjetër. Sa është e rëndësishme që një manifestim letrar të ruaj vazhdimsinë kaq shumë vite? Po është shumë e rëndësi edhe, thash është edhe sfiduese kjo punë, sepse, si që e dini, ne po jetojmë në një shoqëri ku vazhdimisht përballemi me probleme
politike, sociale, ekonomike. Fatkeqësisht. Edhe këto kanë impakt edhe në sferën e kulturës. Në rend parë kanë një impakt për shembull në aspektin e finansimit të këtyre klubeve, piqujës e organizatave jo qeveritare me karakter kulturor, artistik e kështu me radhë. Do me thonë në për perëndim aty në ato vende ku kemi shëtitë me cilët mbajmë ne kontakte, kemi parë se për shembull jo vetëm ministrit, po edhe kulturat, këto komunat, për shembull të cilët i kanë sektorët e kulturës, i mbështetin fuqishëm ato. Edhe i mbështesin, kur po them fuqishëm, në mënyrë tradicionale. Gjë që për shembull këtu te ne nuk është për t'u lavdëruar, sepse ato finansat të cilët lëshohen për këto aktivitete janë lëshohen sa për me i përmbyll me vështirësi krejt këto harxhime. Ndoshta në shumicën e rasteve dhe me vetë financim. Absolutisht, se shikoni tash me mbajt një manifestim ku vinë 40-50 pjesëmarrës, poet, shkrimtar, kritik letrar nga krejt hapësirat shqiptare, duhet me ju siguru njerë qëndrim në hotel, ndo njerë duhet 2 net me bujë, sepse vim nga largë, vim nga Përmeti, vim nga Vlora, Berati, sigurisht Durrësi, edhe tash, kryesisht këta shkrimtarët janë në moshë, kryesisht për tha me emrat që janë tingluj, nuk mundet njeri me bo karierë, për shembull mund shën 20 vjeqare, mund tjetë poet i ri, po për tu shpërthy me thonë jashtë orbitës si emër, për dal nga anonimiteti letrar, i duhet një kohë, kogja, ju ka dasht edhe Ismail Kadares, mos flasim për neve tjere. Prandaj ka harxhime, për shembull edhe lidhur me ushqimin, lidhur me këto harxhimet teknike, me thonë për çmimet, për shembull ato plaketat që i bëjmë mirënjohje, që i bëjmë me kështu me radhë. Prandaj po them. Ka dashamir. Qua zgjasin dorën që. Po ka dashamir, ka. Falë që atyre dashamirve të cilët edhe ata ka pak pjesëmarrin, pak komuna me thonë, pak edhe ministria, ja dalim prandaj edhe këto 34 vjet ne kemi mbjetu, po nuk po tham jemi zhvillu ku me ditë sa, po kemi mbjetu, do me thonë me këte... Mos u bëni aq modeste 34 vite, dikush jetë nuk i ka. Absolutisht pajtojnë. Cili ka qenë momenti më i veçantë për këto 34 vite? Sigurisht keni diçka që e ndani, apo e kujtoni. Po shife, ka shumë momente, të 34 vjetë është shumë mirë e tha një jetë e tërë. Po mua për shumë më kanë lënë për shtypje disa ndryshimet të cilët i kemi bëni me kohë si klubi shkrimtarve. Në të kaluarën për shembull, klubi shkrimtarve jo vetëm i yni, po edhe klube tjera ose shoqata tjera të shkrimtarve, kryesisht kanë bajt vetëm aktivitete, me thonë, poezi, prozë, kanë bisedu diçka, kanë promovu libra dhe kanë bë, si me thënë, shkëmbime të këtyre librave në mes të shoqatave. Me kalimin e kohës, unë sidomos pak si i sferës muzikës, kam ndiku aty që ta fusim pak në si me thënë, në partneritet edhe atë elementin muzikor që kam mungu si pas meje. Unë për shembull tash para disa ditësh i kam bush 60 vjetë edhe kam një kogja një faleminderit shumë. Edhe e mbajnë men, për shembull në moshën si student, kur isha në Prishtinë vitet e 80-ta, manifestimet letrare ishin të thata ato. Do me thonë vetëm paralajmëroj poeti, dilte lexonte, dikush jepte dhe një analizë dhe një kritik pozitive a negative dhe mbyllej që aty programin. Ndërkaq ne gjatë kohës, po tham unë, sidomos me këtë aktivitetin tim, jam munduar që muzikën ta fus aty dhe ta baj pak një element mjaft shoqërus të poezisë. Poezia është e para, po me njerë prapa ti qëndrojë. Të shkoj njëra me tjetra. Sigurisht, do me thonë, jo vetëm me shoqëru krejt poezinë me muzikë, për shumë prapa vit, por edhe me bajt një aheng në fund, për shembull muzikor me këta poet, që ta marrin një përshtypje të mirë, shembull se këta artist, këta poet nuk din vetëm të shkruajnë mirë, po din të bëjnë edhe një aheng të mirë, mitësor, poetik, artistik, edhe vazhdimisht ashtu e kemi përmbyllë ne. Unë mendoj se ky është momenti ma i veçantë që pyete, sepse se kemi lënë të jetë e thatë poezia, por të bëhet me melodi, të bëhet me këngë. Pa dyshim me artë, sepse arti është gjëja më e bukur që mund të ekziston. Përmendet shumë vende. Po. Nga sa vende sakt vinë, sa krijues do t'jem pjesëmarrës këtë vit? Po, ne kemi ftuar poet faktisht nga të gjitha hapësirat.
ne ftesën e kemi edhe publike, kjo nuk do të thotë që pse vinë nga këto vende që nuk mund të vinë edhe nga disa vende që s'kan ardhur përpara. Se thirrja është publike, kjo do me thonë. A ndodh që të vinë edhe vetëm se e kanë parë? Absolutisht, ndonjëherë vinë edhe pa ftuar, bile edhe që si njohim, se ne zakonisht këto strukturat artistike, klubet, shoqatat e ndryshme poetike, që funksionojnë mes vete njihemi. Do me thonë këto janë sikur klubet sportive si njihen mes vete, që ashtu edhe ne, shembull ne i thrasim këto në manifestimet tona, ndërka që edhe ata neve zakonisht ato datat, secili ka një datë që lidhet me atë manifestim. Për shembull ne si klubi shkrimtarëve e Una e Karadakut nga Kumanova, e kemi të lidhur manifestimin me 11 mars. Ti e di Xhanan se 11 marsi është dita simbolike kur kanë shpërthyr demonstratat në vitin 81 në Prishtinë. Se u rënë çeka. Po, sigurisht, po unë jam po them i asaj kohe pak edhe do me thonë e ka një simbolik shumë të fuqishme ajo. Kështu që ne ndonjëherë ditën po them, për shembull që kësaj here do ta marrim me të 14-in për shkak se i 11 i ra ditë pune, dhe tash është edhe Ramazan, sigurisht, edhe njerëz më tepër kërkun që ta lëmë një ditë kur janë të lirë, kur janë vikend, se është edhe Ramazan, prandaj edhe kështu e kemi lënë me të 14. Por mbajtja e saj në mars nuk është e rastishme, po them, është e lidhur me këtë. Ta themi edhe marsi është muaj i festave, muaj i bukur, muaj i gjithë shqiptarëve, si nëntori ashtu edhe marsi. Sa të rinjt kyçe në këto aktivitete? E kjo është tash një çështje që si me thëmë pak është shqetësuese që më bën mu shpesher të bëm ma kritik kështu ndaj rinis tonë. Unë mendoj se generata e re nuk është e përfshirë sa duhet to. As meshkujt, as femrat, si generat. Arsye ndoshta qëndron në këtë bumin teknik teknologjik i cili sa ka ndiku pozitivisht, unë tash po dal në atë sferën time, pi shikoj problemet me syze sociologjike, sigurisht, edhe po e marr guximin me konstatu se me gjithë mira që i ka sjellë, tash mos i numrojmë se sigurisht një orë duhet me fol, për këtë zhvillim arritje, për këtë përparim, për këtë lehtësim që na i ka bo, sidomos në jetën arsimore, kulturore, e dini edhe ju punoni, paramendoni pak këtë digitalizim E vërtet, mos e vërtet. Por edhe i ka sjell gjërat e këqija, gjërat negative, sigurisht që rinia për shembull e harxhon kohën më të madhe aty, edhe i anashkalon nëse nuk i interesot, jo vetëm për mi përcjell këto manifestime, po edhe nuk i intereson fare se, si me thonë, me shkrujt ndonjëherë, se poezia nuk shkruhet gjithmonë vetëm me dalë në publik ajo. Unë një plot njerëz të cilë kanë bërë libra, nuk i kanë botu, po i kanë. I lojnë trashëgimi, ja lojnë djalit, vajzës, dikush ndonjëherë nipi, edhe si gjysh ose gjyshe dikush ndonjëherë, për shembull e le trashëgimi me çka generatat e ma vonshme ja lexojnë edhe shohin se kush pas ka qenë gjyshi. Do me thonë, ideja është këtu që ta generatës së re të animohen pak ma tepër, do me thonë të elektrizohen përmes që këtu me manifestime, prandaj edhe jemi këtu, se njeriu pa u elektrizu artistikisht nuk mundet edhe me fillu me shkrujt. Ai për me fillu njeriu me kultivu një dashurin ndaj diçkaj duhet një herë pak të shkojë në atë vendin ku dashurohet. E vërtet të sheh ta prek të mirën. Absolutisht. Prandaj manifestimi është kur të vinë poetët nga vende të ndryshme, ka për shembull poetë që kanë stile të ndryshme, kanë gjuhë të ndryshme. Të doja të them se sigurisht dikush edhe reciton bukur. Shembull secili specifiko, dikush duket bukur kur dalet si poet. Edhe dikush i ka mesazhet, metaforat e fuqishme që thoti po rënqethen, secila poezi bën një rënqethje në vetë. Dikush për një dashuriç, ai tjetri për një gjendje sociale, për shembull, për një dramë sociale. Çdo poezi ka një mesazh të fshehur. Prandaj ato grekët kanë thonë poezia është përshpëritja e një shpirti. E vërtet. Edhe mirash domethënë rinia të vinë, prandaj peshurizoj këtë moment, këtë takim me ju në këtë emision, që të vinë të ndëgjojnë, e ndoshta që aty do të lindë edhe stimuli që të fillojnë të shkruajnë ndonjë rresht, se secili njeri janë një poet në veti. Ndoshta nuk është për masa botërore, por di me shkruajt, me vetë faktin që kemi shku në shkolla dhe kemi mësu me shkruajt, në një rrëfim, në një bindje, në një shprehje, në një strofe, shkruan njeriu. Dhe praksa e bën të vetën. Absolutisht, pastaj këto frekuentimet e këtyre manifestimeve, edhe këto e gdhendin njeriu, e skalitin. Unë po flas, unë në klasën e 5, për shembull si poet, si nxënës e kam fitu një çmim edhe që ka qenë një shkëndijë, unë se po më isha unë këtë punë ta bëj. Megjithatë sigurisht sikur të mos kisha filluar në Prishtinë me shku në për ato manifestime të qyshin ato sofrat poetike që është qyshin,
shkojshim për shembull edhe i shifshat të tjerë që shpëshkujnë që ishin më të mirë se unë, pak prej këtij më thosha edhe kështu e erdhëm deri në një moshë ku i bëm edhe 20 libra për shembull deri sot. Deri më tani. Çka i mungon skenës letrare shqiptare? Sot. Po sot i mungon atë që e them në rend parë rinia. Nuk kemi gjak të freskët këtë gjanda. Unë po e shfrytëzoj prapë po them momentin një apel të abajder të gjenerata e re, sidomos gjinisë femrore, se prej gjinisë mashkullore prapë lëvizin nga pak. Ne kemi pas rast se kemi bërë disa takime, kemi promovu libra, edhe kemi shpërnda libra në për shkolla fillore dhe të mesme klubi si klub, se ne kemi edhe organin tonë, kemi revistën më të vjetër shqiptare këtu në Maqedoni për kulturë shkencar, Doruntina. Ajo është e klubit tonë, Jehona nga Karadaku. Edhe kemi qenë, do me thonë, kemi majtë takime me nëzënës, para një 2-3 mujve e mbajtëm në për shkollat e mesme të Kumanovës, besoni u habitëm se çfarë prirje poetike kanë disa djemë dhe disa vajza, nxënës. Megjithatë nuk i kanë botu ato. Do me thonë, këtu pak ndikon ndoshta edhe familja, pak rrethi mrenda, ndoshta pak edhe, si me thonë, mi frymëzup duhet edhe arsimtarët atje, qoftë fillohet që t'i stimulojnë, pak t'i mbështesin, hajde në atë kuptimin, s'pakun mos mushin diçka me ndihmu shkolla për me, si me thonë, me mbështet atë nxënës që ta botojat, se ajo është një krenari edhe për shkollën. Kur një poet del prej shkollës fillore të mesme, po ajo është një arritje edhe shkollës, po nëse s'munden ata, s'paku le të vinë te klubi jonë, ne përmes qytetëve mjeteve të vogla që i marrim nga ministria dhe nërë dhe projekte që sigurisht atje konkurojmë edhe me libra të qytetëve kandidatëve të ri, jo rallëherë edhe na i, se po tham ministria gjithmonë i shikon se sa tradit ka, sa vite funksionon. Kjo tregon për seriozitetin e një klubi, 34 vjet. I kalojnë librat, do me thonë fiton edhe nxënësi, bëhet poet e boton një libër në moshën më të re, hynë në ujrat e letërsisë, po edhe neve na bën nder, sepse ne freskojmë me gjak të freskët me poetë dhe poetesha të reja. Përmendëm shumë pjesëmarrës të cilët do jenë pjesë vitit 34 të këtij manifestimi. Si reagojnë ata gjatë manifestimit, pas, cilat janë komentet e para që i thonë ata? Po mendon për pjesëmarrësit? Pa. Po shikoni, ne për shembull gjatë këtyre viteve që kemi pas pjesëmarrës nga hapësirat e ndryshme shqiptare që disa qyteteve i përmendet, duke filluar nga Përmeti, atje Berati, Durrësi, Tirana, Kosovë, Prizren, Prishtinë, Gilan, Vitinje, këto edhe në Maqedoni dihet këto qytetet tona, Shkupi, Kumanova, Tetova, Gostivari, Kërqova. Kretë këto që vinë, bëjnë komente të mira, por ajo që neve na kënaq, për shembull si klub, qëndron në faktin se kemi bë kogja këto viteve të fundit një promovim të letërsisë, poezisë, po pse mos thamë edhe sociologjisë, filozofisë, për shembull, secilin fushën e vet absolutisht. Me shka kemi shku se poezitë e mia, për shembull, janë poezi të kombinuara, të ndërthurura me tone filozofike sociologjike. S'mundet njeriu mi ik, si me thonë, mi ik profesionit të cilin e ushtron 30 sa vite. Ti shkruan poezi, po shifët ai fjalori për shembull i tij. Sikur dikush që është mjek, unë e njoh për shembull poet shumë të mirë që janë mjek edhe profesioni i mjekësisë shihet në disa terme aty ku e ka bë poezi, po i ka bë me disa terme, me ngjyrime kështu të fushës së mjekësisë. Kur kemi shku, për shembull themi në Përmet ose në Durrës, me cilët shpeshherë edhe kemi lidh kështu marrëveshje, kontrata me thonë bashkëpunimi profesional si klube, si shoqata shkrimtarëve, në fillim kanë pas dilemë, po ta them kështu sinqerisht, por neve tu mendu se ne jemi pak si Maqedoni, si shqiptarët Maqedonisë, si një zonë pak e kategorisë dytë, ligës dytë e tretë. Fatkeqësisht, po. Zakonisht Shqipënia dhe Kosova janë Shqipëria e mban primatin, pastaj Kosova, po. Edhe janë habit në atë kuptimin se pika dulën këta, sikur kush na qenë kanë këta? Pas kanë nivel këta, po du të them edhe në biseda, kemi promovu libra, kemi majtë tribuna letrare, kritike, fjalime, analiza kemi bo. Unë për shumë personalisht dhe shku e vazhdimisht në për rrjetet sociale jam aktiv me këto problemet e përgjithshme shka janë, jo vetëm politike, ekonomike, sociale, sociologjike, por edhe këto kulturore, letrare shka janë aktuale. Edhe
po thëmë, kur mirësha një feedback prej atyre na keni habit, sinqerisht ne kemi mendu prej nga edhe kur vishin në Kumanove, shifshin se edhe pse ne s'jemi në Kumanove shumë hic me thonë, gjithësi shqiptarë me gjithë, arrim këtë manifestim të ambajnë me vite, edhe u habitshin se sa manifestimi është me kujdes i organizuar, se sa i kushtojmë rëndësia asaj pune, se si për shembull ka mbjetu klubi jonë duke i falenderu që të nëve antarve tonë që i kemi tash, e kemi një staf relativisht të ri, tash unë kam qëllu pak e shumë prej këtyre në kryesi, si kryetar, ma i vjetri, po thamë në thonjza, këta tjerë të antarë janë kretë ma të ri se unë, që po të regon sigurisht për një energji të klubit, edhe po besoj se do të vazhdojmë me këtë trend që ta qojmë këtë manifestim deri në zhvillimin e më të tjeshtë. E pra e dua atë përgjigjen për në fund, vizioni, cili është për një plan më afat gjatë? Vizioni ynë është që pikës pari të vazhdojmë me këtë traditë. Mos ta shkëpusim këtë traditë që 34 vjetë, se thash kemi pas sfida të ndryshme, unë nuk dashta shumë të hyjmë në ato detalet kur kemi pas edhe do njëre kërcnime, shantazhe, pengesa, institute. E thash, se keni qenë periudën më të vështirë, ju i keni mbje... Ajo, ka... Kur edhe gjuma dikujt i ka pengu, i ka pengu dhe klubi, shumë e thonë, klubi shqiptar, vetë egzistenca i poetëve, do me thonë, egzistenca, po dhe botimi, ku emrat e ndryshëm, për shumë duke fillu me emrat Ismail Kadarese, Adem Demaqit, po flasi emnat zëshëm, kështu në një letërci tjetëri në veprimtari patriotike, kështu, i kemi fut me shkrime, aty dikush për shembull që i ka përcjell, i ka pengu pse ta shfar klubi jeni këtu që po. A ne kemi qenë, po thëmë në atë ku anonimus, kemi qenë fillim, kur Kosova për shembull ka mund shumë atë për të bëjë, po rrethanat kanë qenë të tilla, po se vëmendja, po flasim për atë periudhën e Kosovës kur ishte në okupacion, apo Shqipëria ishte me një qetër fazë të problemeve të ati, si me thonë, labirintit, kur doli nga komunizmi, pa ala pa të humbur në tunelin e vetë. Dhe ne këtu tash u munduam ta bëjmë një lloj kompenzimi dhe mendoj se me revistën Doruntina kemi arritur. Edhe me knatësi ndonjëherë kur takome ndonjë revistë edhe ta sjell që më ra ndërmend me ta sjell një revistë, po ne me ty prapë gjithsesi do takohemi. Ta keni edhe në bibliotekën personale, po pse ju edhe këtu në më të Faleminderit. Unë ju falenderoj shumë, ju uroja zakonisht nesër shumë suksese, ta kalon më mirë ndoshta se që e keni pritur dhe ato komente, sidomos të atyre që për herë të parë do jenë pjesëmarrës, të jenë komente që vitin e ardhshëm kur do jetë, si do jetë, dhe me pa durim të pritet të organizohet. Urroj që të dalin sa më shumë poetë të rinj, pikërisht nga ky manifestim, uroj që ky manifestim të mbledh sa më shumë shpirtra artistik, sepse një shpirt që e don artin nuk mendon keq. Mendimi im është personal ky dhe gjithmonë them një njeri që merret me art nuk mundet të jetë njeri i keq. Kështu që ju uroj jashtëzakonisht shumë suksese dhe jeni duke bërë një punë që e thatë edhe pak vetë se të paktën për pasardhësit tanë keni çfarë të lënë gjurmë si emrat e mëdhenj që i përmendët, ndoshta pas 50-100 viteve do përmenden edhe këto emra të cilat kanë qenë pjesëmarrës të manifestimeve tuaja. Faleminderit edhe një herë Gjanan për ftesën që më bët. Jam i privilegjuar sot që gjindem këtu në këtë emision të mëngjesit, që po na shikojnë njerëzit, po shfrytëzoj edhe një rastin ta bëj një apel, një thirrje publike deri tek të gjithë dashamirët e fjalës së bukur, që të vinë ditën e shtunë në ora 15 në hapësirat e Fakultetit të Administratës Biznesit në Kumanov, në atë amfiteatrin ku e kemi atje, edhe të ndëgjojmë pak çaste të bukura poetike. Patjetër.